Shikues të nderuar, Dal Po Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në lagjet e sipërme të Gjirokastrës, aty ku turistët shohin gurin dhe historinë, banorët përballen çdo ditë me një realitet krejt tjetër. Ujërat e zeza që rrjedhin nëpër rrugica, kanalizimet e amortizuara dhe erërënd që bëhet e padurueshme, sidomos përgjatë verës. Problematika është vërejtur në shumë zona si Dunavat, Manalat, Cvak e po lagjet të tjera të qytetit. Në lagjet e sipërme të Gjirokastrës, aty ku turistët shohin gurin dhe historinë, banorët përballen çdo ditë me një realitet krejt tjetër. Ujërat e zeza që rrjedhin nëpër rrugica, kanalizimet e amortizuara dhe erërënd që bëhet e padurueshme, sidomos përgjatë verës. Në zona si Dunavat, Manalat apo Cvak, por edhe lagje të tjera karakteristike të qytetit Muza, infrastruktura e kanalizimeve duke se ka mbetur pas në kohë, ndërsa institucionet reagojnë vetëm përkohësisht. Banorët akuajnë se sa herë ka rreshëshiu apo bllokime në rrjet, ujërat e zeza dalin në sipërfaqe duke u kthyer në rrezik për shëndetin dhe mjedisin. Në shumë raste, familjet detyrohen të ndërhyjnë vetë me shpenzimet e tyre për pastrimin e kolektorëve apo hapjen e kanaleve, ndërkohë që paguajnë rregullisht taksa për shërbimet publike. Problemet marrëta prej vitesh, por ende pa një zgjidhje afatgjatë. Ironikisht, një qytet që promovon turizmin dhe trashëgiminë kulturore vjon të ketë lagje ku era e ujrave të zeza ndihet në çdo cep dhe është e pranishme kudo. Ndërsa situata përkeqësohet në stinën e verës, kur temperaturat e larta dhe mungesa e mirëmbajtjes bën jetesën më të vështirë. Në disa raste ujërat erdhen pranë banesave dhe rrugëve të kallëdrëmta, duke krijuar jo vetëm ndotje, por edhe rrezik për përhapje infeksionesh. Ndërsa projektet për fasada dhe promovim turistik vijojnë, infrastruktura bazë në shumë lagje të Gjirokastrës mbetet problem serioz. Qyteti i Muza nuk mund të mbajë bisupë vetëm dekorin historik, kur banorët vazhdojnë të jetojnë mes kanalizimeve të hapura dhe mungesës së investimeve reale. Njemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Mbi 10% e popullsisë që jeton në Shqipëri është në vështirësi shumë të mëdha për të përballuar jetesën e përditshme, sipas të dhënave nga databaza Instat të rishikuara me censin e ri të popullsisë të vitit 2023. Sipas të dhënave zyrtare të anketës së të ardhurave dhe nivelit të jetesës, përqindja e familjeve që deklarojnë se sigurojnë jetesën me shumë vështirësi ka rënë nga 18% që ishte në vitin 2021 në 10% në vitin 2024. Ky përmirësim statistikor nuk erdhi nga niveli i jetesës, por nga kalibrimi i të dhënave bazuar mbi strukturën e re demografike të censit. Duke i referuar të dhënave të reja, aktualisht në Shqipëri janë rreth 245.015 individ që vuajnë pikërisht nga varfëria e skajshme. Treguesi u përllogarit përmes vetë deklarimit dhe perceptimit të drejtpërdrejtë të qytetarëve mbi të ardhurat e tyre. Një familje në këtë fashë jetojë me shumë vështirësi, në kupton se ajo përballet çdo ditë me privime materiale të mprehta. Përtej faturave, varfëria e skajshme ka prekur në mënyrë të drejtpërdrejtë cilësinë e ushqyerjes dhe shëndetit, ku familjet e këtij grupi shpesh detyrohen të kursejnë nevojat më elementare biologjike. Kjo pjesë e popullsisë ka mjaft të vështirë të përballojë gjithashtu zvendësimin ose blerjen e pajisjeve elektroshtëpiake më bazike, përfshirë këtu lavatriçe apo frigorifer funksional. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, 245.000 shqiptarë, shumë të varfër, kërkojnë ndërhyrje të targetuara, pasi kjo shtres e ka të pamundur të përfitojë nga rritja e përgjithshme ekonomike e vendit pa pasur politika specifike mbështetëse. Eurojust ka publikuar detaje nga operacioni i përbashkët mes autoriteteve italiane dhe shqiptare kundër grupeve të krimit organizuar të përfshira në trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash. Gjatë aksionit të përbashkët të zhvilluar me 26 maj në Itali dhe Shqipëri u arrestuan 12 persona, ndërsa 3 të tjerë morën thirrje zyrtare nga autoritetet. Hetimet lidhen me një vrasje të rëndë të ndodhur në maj të vitit 2025 në rajonin e Barit në Itali. Sipas autoriteteve italiane, një konflikt në një lokal në zonën e dhe gjeneroi në rrëmbimin dhe vrasjen brutale të një personi në një shpellë të izoluar në zonën Upper Murgia. Hetimet zbuluan se ngjarja kishte lidhje me aktivitetet e trafikut të drogës të drejtuara nga një shtetas shqiptar. Ndërkohë, hetuesit italian dhe shqiptar identifikuan një grup të strukturuar kriminal që vepronte në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe pastrimin e parave. Sipas dosjes hetimore, rreth 1 milion euro të ardhur nga aktivitetet kriminale janë transferuar nga Italia drejt Shqipërisë përmes një rrjeti kriminal me bazë në Tiranë. Operacioni u realizua në kuadër të një ekipi të përbashkët hetimor të krijuar me mbështetjen e Eurojust mes prokurorisë së Barit dhe strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve shqiptare dhe italiane ka çuar deri më tani në më shumë se 170 arrestime, sekuestrimin e mbi 7 ton drogë si dhe dënime deri në 20 vite burg për persona të tjerë të përfshirë në rrjetin kriminal.
Qeveria po tenton të ndryshojë rrënjësisht modelin duke u përpjekur të kthejë asetet kulturore dhe historike nga monumente që thjesht konsumojnë para nga buxheti i shtetit në kontribues real të rritjes. Sipas dokumentit të ri të strategjisë kombëtare të kulturës të hedhur për konsultim publik, qeveria po planifikon një reformë për të nxjerrë përfitime maksimale financiare nga ky sektor. Synimi kryesor i shpallur zyrtarisht në dokument është kthimi i sektorit kulturor në një lojtar aktiv në zhvillimin ekonomik të vendit. Dokumenti pranon se sistemi i vjetër ka pasur probleme të mëdha me menaxhimin dhe vonesat administrative. Për të zgjidhur këtë ngërsh, strategjia e re udhëhiqet nga parimi për të patur më pak burokraci dhe që kultura të jetë një gjenerues real ekonomik. Kjo ndryshim pritet të çlirojë projektet e bllokuara dhe të tërheqë më shumë kapital në pikat historike të vendit. Për të përfituar nga bumi turistik që po kalon Shqipëria, qeveria dëshiron të ndryshojë rrënjësisht mënyrën si shpenzohen parat e taksapaguese. Një vëmendje tjetër i kushtohet teknologjisë dhe fushave moderne përmes pikës strategjia e mërton si zhvillimi i tregjeve kulturore dhe industrive kreative. Përmes reformave të reja si ligji për kinematografin dhe sektorin audioviziv, Shqipëria synon të tërheqë investimet të huaja direkte duke u kthyer në një qendër rajonale për produksionet e huaja të filmave që sjellin kapital në vend. Fondi i investimeve kapitale nga buxheti është në rekordin historik të gjitha kohërave me një shumë prej 162.3 miliard lekësh ose rreth 1.7 miliard euro në 2026, por në 4 mujorin e parë alokimet ishin në nivelin më të ulët që nga 2016. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se në 4 mujorin e parë u alokuan 14.8 miliard lekë në formën e investimeve publike. Ky është niveli më i ulët në vitet e fundit, 5.7% më pak se njëjta periudhë e vitit 2025, që shënohet gjithashtu një vit i dobët në këtë aspekt. Teksa qeveria ka miratuar buxhetin më të madh të investimeve si kur ndonjëherë më parë, turja e muajve të parë sinjalizon alokime masive në dhjetor dhe premisa për mungesë eficiencë, siç është verifikuar tashmë në shumë projekte nga SPAK. Ekspertët nga Ministria e Financave kanë sqaruar se arsyeja kryesore lidhet me burokracitë administrative dhe vonesat në proceset e prokurorimit publik. Megjithëse buxheti miratuar të fund të vitit paraardhës, institucionet kontraktuese shpesh nisin përgatitjen e tenderëve, hartimin e termave të referencës dhe shpalljen e garave vetëm për gjatë muajve të parë të vitit të ri. Nga frika e hetimeve të SPAK-ut, procedurat kalojnë edhe në shumë burokraci. Një pjesë e madhe e tenderave po dështojnë ose anulohen sepse projektet kanë gabime teknike. Bagat e huaja kanë rregulla jashtëzakonisht strikte për drejtat e njerëzit dhe mjedisin. Ato nuk alokojnë asnjë qindark nëse shteti shqiptar nuk ka përfunduar 100% shpronësimet e tokave ku do të kalojë projekti. Nëse ne nuk i tërheqim këto fonde sipas grafikut, shteti shqiptar paguan një gjop që quhet komision angazhimi për paratë që rinë llogaritë të bankave të huaja, duke paguar interes për para që nuk kemi përdorur ende. Ky ngërç artificial që përsëritet në një formë dhe më agresive dhe me kalimin e viteve ka krijuar fenomenin e përqendrimit të shpenzimeve në fund të vitit. Për të mos djegur fondet, institucionet nisin të realizojnë pagesa të mëdha në mënyrë të përshpejtuar për gjatë muajve nëntor dhe dhjetor. Ky grumbullim i madh shpenzime është brenda një kohe të shkurtër shpesh cënon cilësinë e punimeve në terren dhe rrit rrezikun për abuzime ose monitorim të dobët të kontratave. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ i lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.